mbi 1 miliard euro. Është vlera e investuar në disa prej akseve rrugore në Shqipëri vetëm në 2 vitet e fundit. Por kjo shumë nuk u ka garantuar qytetarëve siguri, qarkullim të lirë dhe komoditet. Akse rrugore të shkatëruara, mure mbajtës të rrëzuar për dhe ura të shembura. Kjo është gjendja e ditëve të fundit në infrastrukturën shqiptare. Pritja prej vitesh për të prerë shiritin e kuq këtyre rrugëve u fshi brenda vetëm disa ditëve. Nga veriu në jug, arterjet e qarkullimit rrugor janë të dëmtuara dhe shumë prej tyre janë të pakalueshme, ndërsa gjendja më e rënduar paraqitet në juglindje. Kjo është arterja kryesore që lidh Tiranën me juglindjen. Rruga Librasht-Porrenja, secila prej disa ditësh, është e bllokuar totalisht. Ky aks strategjik është në kolaps total. Ura prapa meje është spostuar disa centimetra, betoni është thërmuar dhe lëvizja automjeteve dhe njerëzve është rreptësisht e ndaluar. Qytetarët janë të detyruar të bëjnë 10 kilometra për të mbërritur në Korç apo Pogradec nëpërmjet rrugëve alternative, ndërsa peizazhi përreth ngjan me rrënoja të braktisura. Ishte shumë e largët rruga, kam gati 1 orë tani nga Hotolishti për këtu. Stacionat kemi ne që të paguajmë, 1 orë rrugë, naftë, lere që rruga ishte shumë e keqe, e pa asfaltur, dëmtime mekanike pastaj, dëme makinë, shërbime duhen bërë. Na dëmton, shumë kemi vuajtur shumë se nuk kemi nga Shkëmbesh, rrugë ngushtë, shumë herë mrapsh. Ta bëjnë punimet ashtu sikur e kanë projekt. Mrapa me natyrën, me Zotin shtihet do të njëri besoj. Unë këtë rrugë kom bën shpesh herë. Edhe ma përpara ka pas deformime asfalti për shembull, se rrëshqit të veni. Edhe jo vetëm këtu, po edhe në kthesat Shef Krapës kur zbret poshtë. Ne mund t'ja lejmë fajin kujt doje, po fajin se ma kush mrapa, se fajin e fukara. Po për ekspertët e ndërtimit, rënja e urës së Dragostunjës, e cila u rënua totalisht në të shtunën e 21 shkurtit, është shkaktuar si pasojë e shfrytëzimit të inerteve nëpërmjet gryerjeve në shtratin e lumit Shkumbin. Kemi vepra të cilat janë dëmtuar si pasojë e veprimtarisë ndonjëherë të palishme, ndonjëherë në tejkalim të kompetencave, ndonjëherë në tejkalim të kontratave, siç është rasti i gëryrjes së lumit Shkumbin, i cili nga mënyra se si është bërë dhe nga pasojat që ka sjell në gjithë rrjedhën e Shkumbinit mjedisore dhe më pas edhe tek çedimi e Kurudhës apo dhe shkaqeve mund të jetë një nga shkaktarët e shëmbjes së dherave, tregon një mungesë të kontrollit territorit dhe më saktë të profesionistit i cili duhet jetë pjesë e këtyre autoritete, pasi unë kam bindjen që nëse janë profesionistët aty, ato asnjëherë nuk do lejojnë që këto vepra të kryen në këtë mënyrë që janë kryer. Pra këtu është problemi, këtu e çoj unë problemin se do ta fokusoja në një pikë. Kemi mungesë profesionalizmi, pasi kemi mungesë standardi, pasi kemi mungesë cilësie. Kryeministri i vendit Edi Rama, arsyet e rënimit të rrugës i ka lidhur me shkaqe natyrore, ku sipas të cilit dëmtime të ngjashme kanë ndodhur në Itali dhe Portugali. Sipas Ramës, kush mendon ndryshe, është pjesë e mexhelisit me gjitholog. Ka disa ditë që po bëhet nami nga tenxheret për rrëshqitjen e rrugës në aksin Librasht-Porrenjas. Ndodhi diçka që nuk duhet ndodhte, por këto nuk janë gjëra që nuk ndodhin askund dhe ndodhin vetëm këtu. Ndryshimi vetëm është që në Portugali, në Suedi, në Itali, në Greqi janë çështje gjeologjike. Këtu jo. Këtu janë çështje të korrupsionit. Por ndryshe nga sa mendon kryeministri, ekspertët janë të bindur se rënimi i rrugëve në mënyrë të njëpasnjëshme nuk ka të bëjë me faktorët natyror. Nuk e justifikojnë vetëm faktorët natyror. Gryerjet kanë ndodhur në terrene të ndryshme të lumit që janë marrë inertët, edhe lumi do t'i mbushi ato gropa që krijohen nëpërmjet marrjes së produktit zhavorit dhe inerteve dhe do t'ja marrë diku tjetër në një pjesë tjetër të lumit. Dhe këtu kanë çeduar që kanë stimuluar këtë terrenin që është të terrenin malor që është afër lumit. Me mbi 15 rrugë të rëna në 2 muajt e fundit,
ekspertët thonë se gjendja është në kufijnë të një emergjence shtetërore. Për disa ditë është një nga pikat doganore më të fortë, më të mëdha të vendit tonë, që është Qaftana. Njëkohësisht është bllokuar dhe porti Durrësit, pasi sa kohë nuk lëviz korridori 8 nga porti Durrësit, mallrat nuk shkojnë dot në drejt Sofjes dhe Stambollit dhe ana Sjelltas, pra nuk funksionon. Doganat është pika kryesore. Gjithashtu kemi popullsi, kemi mbi 500.000 banor të bllokuar, pra kemi gjithë juglinjen e vendit e cila nuk po komunikon dot. Për mos kaluar pastaj tek shërbimet, ku ne kemi përqendruar, për shembull shërbimi spitalore kemi pothuajse gjithë në Tiranë. Kemi emergjenca civile, kemi fshatra të tëra të izoluara nga këto fragmente. Pra, kur ndërpritet rruga, jemi në gjendje emergjence shtetërore. Autoritetet nuk kanë përcaktuar një kohë se kur qarkullimi në urën e Dragostunjës do të vijojë normalisht, por sipas inxhinierit Dervishi, do të duhen së paku 6 muaj që rruga të jetë e kalueshme. Minimalja që të rregullohet vetëm ai aks aty, pa 6 muaj nuk do është minimalja sikur të punojnë me këtë intensitet që punuan këto orët e fundit që u angazhuan. Pa le pastaj që gjatë kohës mund të ketë prap dhe duke uruar që mos ketë stimulime tjera dhe shëmbje tjera, pastaj se mund shkojë edhe më gjatë kjo punë. Por ky aks rrugor nuk është i vetmi i dëmtuar. Rrugë të tjera të Shqipërisë, të inauguruara si suksese strategjike që kapin vlerën e miliona eurove, kanë problematika të theksuara, duke shfaqur pasojat e mungesës së kontrollit në terren dhe cilësisë së punimeve. Por sipas ekspertëve, çfarë shkakton dëmtimin e rrugëve që bien fill pas inaugurimit? Këto ndodhin për shkak sepse projektet nuk kalojnë etapa kontrolli. Pra nuk ka një kontroll teknik, nuk respektohen kushtet e projektimit. Që të projektosh një vepër inxhinierie të tillë duhet bërë studime gjeologjike të mirëfillta në të gjithë aksin që kalon. Sot nuk përdoren fare këto studime gjeologjike, përdoren vetëm ato që janë në manuale që janë bërë në kohën para 90-s. Të paktën 8 nga këto projekte infrastrukturore janë në hetim nga prokuroria e posaçme dhe gjetjet e deri më tanishme të saj flasin për organizim tenderash fiktiv dhe kompani të cilat nuk kishin kapacitet për ndërtimin e rrugëve. Pikërisht si pasojë këtyre gjetjeve, ish-ministri e infrastrukturës Belinda Balluku është nën hetim me dyshimin se ka favorizuar për zgjedhjen e operatorëve ekonomik që kanë ndërtuar pjesën më të madhe të rrugëve të rëna gjatë kësaj kohe. Ekspertët mendojnë se abuzimet nuk kanë qenë vetëm tek fazat e përcaktimit të specifikimit të procedurave të tenderimit, por ka pasur abuzime për parat edhe gjatë implementimit të projekteve. Mos përdorja e këtyre specifikimeve përpara të parashikuar në projekte, sjell që të zbatohen edhe në terren në mënyra shumë të thjeshta, në mënyra të rëndomta, edhe për të kursyer, edhe nga pavësia, por edhe për të abuzuar, për të kursyer ato fonde që janë parashikuar për të hedhur në terren, për të dalë me kosto sa më të ulët nga ana këtyre subjekteve që marrin përsipër ti realizojnë këto punime. Pamjet e publikuara nga qytetarët tregojnë se asfaltët e rrugëve të inauguruara me pompozitet nga kryeministri Rama dhe ish-zëvendësja e tij Belinda Balluku kanë krijuar kanale çarjesh të thella, ndërsa përbrit dritave të sapovëna, betoni është rrëzuar, duke i çuar rrugët drejt degradimit dhe duke rrezikuar edhe jetën e qytetarëve. Këto rrugë nuk duhet të psojnë as dëmtime të vogla, po jo me këto dëmtime që këto po psojnë që rrezikojnë jetën e njerëzve, këto rënja e shpatave të malit që keni parë në rrugën Qust-Qafploç, rënja e mureve mbajtëse që bien në aksin Korç-Ersek, apo dhe në rrugë të tjera, rruga e Lumit Vlorës që ka rënë këto ditë që është një çarje e frikshme, domethënë. Inxhinieri Raimond Dervishi, së bashku me një grup profesionistësh të kualifikuar, kanë ndërmarrë një investigim të rrugëve të dëmtuara dhe ekspertiza e tyre tregon se veprat infrastrukturore janë ndërtuar me beton të degraduar dhe në mungesë të hekurit. Nuk janë realizuar punime sipas standardeve të zbatimit. Pra shumë prej këtyre konkretisht disa mure mbajtëse që kanë rënë në këto rrugë nuk kanë fije hekuri brenda. Në projekt muri mbajtës ka hekur, në terren nuk ka dhe ka rënë muri si të ishte një biskot, është thyer në
Aty është një beton i degraduar. Pikpyetje mbi cilësinë e investimeve janë ngritur edhe nga Banka Botërore, e cila në raportin e saj të fundit vlerëson se projektet infrastrukturore përfshirë rrugët karakterizohen nga efikasiteti i ulët dhe cilësia e dobët e zbatimit, çka përkthehet në kosto të larta dhe përfitime të kufizuara për qytetarët, por kur rrugët dëmtohen pas pak ditësh me shi, përtej kostove ekonomike, ekspertët paralajmërojnë për një rrezik edhe më të madh. Pasojat ekonomike janë të taksapaguesve. Se jemi mësuar ndomë që themi i paguan shteti. Nuk i paguan shteti, i paguan taksapaguesit. Sepse të gjithë jemi kontributorë në ato rrugë që ndërtohen. Shteti nuk, më falni për atë zhargonin, por nuk pjell lek. Pra, këto janë nga taksat që merren. Dhe larg qoftë mund t'i paguajnë edhe me jetë njerëzore. Pra, aty me jetë njerëzore pastaj varet se kush e ka risk apo kush nuk e ka. Por risku është shumë i madh, është gjendje shumë alarmante që të mendosh të ecësh në ca rrugë që nuk kanë siguri, kanë zero siguri rrugore.